Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderimi I takon Zotit Gjellëshanuhu, I cili na bëri të mundur që edhe sot në këtë ditë të jemi së bashku në këtë konferencë ndërkombëtare organizuar nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame nën patronatin e Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Lejoni që të përshëndes organizatorin, njëherë drejtorin e institutit, Zotri Sabri Bajgora, këshillin organizativ dhe të gjithë ata që punuan në përgatitjen e kësaj konference që të jetë sa më e suksesshme. Nderuar kryetari I Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Zotria Eni Sinani, të nderuar anëtar të Kryesisë Kuvendit, Këshillave të Bashkive Islame, të nderuar profesor dekan I Fakultetit Studimeve Islame, profesor medreses, drejtori medreses, të nderuar efendiler, studiues musafir nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi e Lugina, që të gjithë ju më lejoni që në emër të gjithë juve të përshëndes mysafirët të nderuar, të cilët kanë ardhur nga disa shtete islame e mike të shtetit tonë të Kosovës. Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari. Ndaj me këtë rast, dëshiroj që të përshëndes prezencën e zëvendës guvernatorit të Autoritetit Gjeneral të Vakëve të Arabisë Saudite, Zotri Fehd El Majid, pastaj zëvendës ministrin në Ministrinë e Vakëve të Katarit, mikun tonë të nderuar Zotri Halit Ghanim, Zotri Muhammed El Blushi, drejtor ekzekutiv në Ministrinë e Çështjeve Islame, Emiratet e Bashkuara Arabe, Zotri Hayrullah Çelebi, zëvendës drejtori I përgjithshëm I Drejtorisë së Vakëve Republike e Turqisë, dhe mikun tonë të përhershëm, njeriu I cili bëri që Bashkia Islame e Kosovës të jetë edhe më aktive dhe të jetë bashkëpunuese edhe më e madhe, pra mikun tonë të gjithëve, ambasador në Arabi Saudite në Tiranë, Zotri Faisal Hifzi, të cilën e përshëndesim prezencën e tij. Ndaj të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë e veçantë të jem sot para jush në këtë konferencë shkencore për të diskutuar për vakfin dhe rolin thelbësor që ai ka luajtur në hapësirat dhe shoqërinë shqiptare. Të flasësh për vakfin nuk është thjesht të përshkruash një institucion juridik, do të thotë të flasësh për një traditë të gjatë dhe të thellë të popullit tonë, për një amanet të çmuar që na kanë lënë paraardhësit tanë, njerëz të mirë, bujar dhe fisnik, të cilët kanë synuar jo vetëm të ruajnë pasuritë materiale, por edhe të krijojnë një ndikim të qëndrueshëm shoqëror dhe shpirtëror. Madje ky amanet nuk është vetëm një trashëgimi e së kaluarës, por vazhdon të jetoj dhe të frymëzoj edhe në ditët e sotme përmes veprave të reja të lëna vakf. Duhet pasur parasysh se vakfi nuk është vetëm një strukturë juridike, por një vlerë e lartë shpirtërore dhe një mekanizëm fisnik I organizimit shoqëror që ka ndihmuar në mbajtjen e balancës dhe solidaritetit brenda komuniteteve dhe popullit shqiptar. Përmes vakfit paraardhësit tanë, jo vetëm që siguruan burime për bamirësi, por dhe kultivonin ndjeshmërinë, përgjegjësinë dhe lidhjet e forta shoqërore dhe vëllazërore të cilat mbeten të vlefshme edhe sot. Prandaj milioni të shpreh mirënjohjen time organizatorit Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në kuadër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës për organizimin dhe mbajtjen e kësaj konference, e cila ka një rëndësi të veçantë për studimin e vakfit dhe për thellimin e kuptimit të rolit të tij në shoqërinë shqiptare. Kjo iniciativë jam I bindur se do të ofrojë një hapësirë të vlefshme për studiuesit e fushave përkatëse që të ndajnë njohuritë, analizat dhe rezultatet e tyre kërkimore
duke pasuruar diskursin shkencor mbi një traditë të thellë dhe me ndikim të vazhdueshëm ndër ne. Po ashtu, milioni që para se të paraqes disa vlerësime të mia lidhur me vakfin, rolin dhe rëndësinë e tij si dhe disa aspekte të veprimtarisë dhe personaliteteve të vakufilënësve të shquar shqiptar gjatë historisë, të konstatoj se edhe pse disa dietarë gjejnë gjenezën e vakfit që në kohën e Ibrahimit a.s., historia e tij si institucion i strukturuar nis qartë nga periudha e pejgamberit të fundit Muhamedit a.s. dhe vazhdon përgjatë shekujve të mëvonshëm duke u formësuar së në aspektin fetar, ashtu edhe në atë juridik. Vakfi u mbështet në parimet kuranore dhe në praktikën pejgamberike. Më pas mori për masa të qarta ligjore në traditën islame klasike, deri në ditët tona, ku ruan rolin e vetë, ani pse funksionon në rrethana të ndryshuara historiko-shoqërore. Rëndësia e vakfit në islam nuk vizohet vetëm në anën fetare, po shtrihet edhe në të gjitha aspektet e jetës. Vakfi përgjatë shekujve islam ka qenë një mjet i fuqishëm për mbështetjen e dijes, kujdesin ndaj të varfëve dhe sigurimin e burimeve për jetesë. Zoti Xhelle Shanuhu në Kur'anin famlar ndër të tjera thot, nëse do bila: Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi وَتُقْدِرُوا لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Thuaj me të vërtetë Zoti im jep begati të bollshme kujt të doj nga robërit e tij, dhe ja pakson kujt të doj. Ai u azavënson atë që e ndani ju. Ai është dhuruesi më i mirë. Vakfi në kohën e Muhamedit a.s. ishte themeli mbi të cilin u ndërtuan vlerat e solidaritetit shoqëror në islam. Pejgamberi a.s. nxiste muslimanët të investonin pasuritë e tyre në vepra bamirësie nga të cilat përfitimi vazhdon pa ndërprerje edhe sot. Një nga shembujt më të spikatur është udhëzimi i tij për sahabiun e nderuar Uthman ibn Affan, Allahu qoftë i kënaqur me të, që të blinte puzën uvems për ta bërë vakf për muslimanët. Në këtë kohë, vakfi shprehte shpirtin e thellë të një besimtari i cili synon të kënaqësinë e Allahut përmes veprave që mbeten me ndikim të vazhdueshëm te shoqëria islame. Brenda këtij spektri hyn edhe ajeti 92 i kapitulit Ali Imran, në të cilin Allahu Xhelle Shanuhu thotë në billah: Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Nuk keni për të arritur për kushtimin e vërtet, derisa të doni nga ajo pasuri që e doni. Çfarë do që ndani, Allahu e di mirë atë. Kjo ajet lidhet ngushtë me konceptin e vakfit, sepse merr për bazë dorëzimin e vlerës më të dashur në shërbim të së mirës së përhershme. Andaj vakfi në islam është një nga format me fisnike të dhurimit bamirës, që pasqyron shpirtin e solidaritetit dhe ndihmës së ndërsjellë në formën më të bukur. Vakfi përkufizohet si bamirësi dhe vënia e përfitimit të saj në shërbim të një çështje të përgjithshme ose private, me qëllim fitimin e shpërblimit të vazhdueshëm prej Allahut të Madhërueshëm. Muhamedi a.s. e komentoi këtë parim me hadithin e njohur: Idha mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalatha, sadaqatan jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kur vdes njeriu, pushojnë të gjitha veprat e tij përveç në 3 raste: nëse lë një sadakat të vazhdueshme të përhershme, nëse lë një dituri që e përdor dikush tjetër, dhe nëse lë një fëmijë të mirë i cili bën dua për të. Dietarët islam, duke u bazuar në këtë hadith, e kanë quajtur sadakan rrjedhse, sadakatul xharie, formën më të bukur dhe më të dobishme të vakfit në ruajtjen e fesë dhe të thelbit të saj brez pas brezi. Kështu, lënia e vakfit është një nga sadakat më të mëdha të vazhdueshme, mirësia e cilit vazhdon të rrjedhë pas largimit të njeriut nga kjo jetë. Këto parime i nxitën shokët e pejgamberit a.s. që garonin për të dhuruar vakfe. Tregohet se edhe vetë pejgamberi a.s. ka vakufnuar 7 kopshtet e hurmave në Medinë. Ky model i dhurimit të vazhdueshëm krijoi një kulturë të veçantë
të mirësisë që përfshin të jo vetëm njerëzit, por dhe kafshë, shpezët dhe natyrën. Në shumë qytete islame përfshirë edhe ato shqiptare, pranë qezmave vakufnore shpesh vendosim edhe enë ujë për kafshët, një dëshmi e qartë se koncepti i solidaritetit dhe bamirësisë përfshin të gjitha krijesat. Të nderuar të pranishëm, vakfi ndikoi thellësisht në jetën fetare, morale, ekonomike, arsimore dhe urbane të shoqërive islame. Përmes vakfit u ndërtuan xhami, medrese, biblioteka, ura, rrugë, hane, spitale, mejtepe, si dhe strukturat të panumërta shërbimesh publike. Ky ndikim ushtri fuqishëm përgjatë shekujve dhe ndër shqiptarët. Thënë shkurt, nuk ekziston as një aspekt i jetës së popullit musliman, qoftë aspekt fetar, moral, ekonomik, politik apo social, ku vakfi të mos ketë pasur ndikim të thellë. Me pranimin e fesë islame i cili ndodhi për arsye të ndryshme fetare, kulturore, politike dhe shoqërore nga shumica e popullsisë shqiptare, që nga fundi i shekullit 14, shqiptarët u njohën edhe me institucionin e vakfit. Ky institucion u shndrua në një nga mekanizmat më të rëndësishëm të organizimit dhe zhvillimit shoqëror. Përmes tij u mundësua arsimimi, u ndërtuan institucione kulturore dhe fetare, u ngritën ura dhe rrugë, u krijuan tregje dhe strehimore si dhe sisteme ujitje dhe qezma publike, duke ndikuar ndjeshëm në formësimin e historisë urbane të qendrave shqiptare. Kësaj shqiptarët të frymëzuar nga tradita islame, lanë vakfe jo vetëm në venditjet e tyre, por edhe në qendra tjera që në Stamboll, Damasku, Kairoje, deri në Mekën e Shenjtë dhe në Medinë, në Medinën e ndritur, disa prej të cilave ruhen dhe janë të njohura edhe sot e kësaj dite. Të nderuar zonja dhe zotrinj, duke dashur të mos zgjatëm shumë në pjesën historike, pasi për këtë do të kenë mundësi të flasin studiuesit të nderuar me kumtesat e tyre, në të kësaj konferencë më lejoni që të them edhe dy fjalë se çfarë në të vërtetë është vakfi nga pikpamja juridike islame. Vakfi përbën një institucion juridik dhe shoqëror që i takon së drejtës islame, shariatit dhe me gjërë traditës kulturore të botës islame. Në thelbin e tij vakfi paraqet një akt institucionalizimi të bamirësisë, i cili synon të sigurojë vazhdimsinë e dhurimit të ndihmës dhe të bamirësisë, si shprehje e mëshirës, dëmshurisë dhe dashurisë ndaj krijesave për hir të krijuesit. Në aspektin praktik vakfi nënkupton dhurimin një pasurie për Allahun xhaleshanhu, çka përfshin heqjen dorë nga pronësia private, me qëllim që ajo pasuri të përdoret përjetësisht për objektiva fetare, shoqërore ose humanitare. Si i tillë, vakfi përfaqëson një nga mënyrat më të larta të shfaqjes së mëshirës dhe humanizmit në islam. Qëllimi themelor i themelimit të një vakfi është fitimi i kënaqësisë së Allahut, shpërblimi prej tij si dhe arritja e shpëtimit në jetën e përtejme ahiret. Ky dimension shpirtëror është përmbledhur shkurtimisht në shprehjen e taqarrubil Allah, pra një mënyrë afrimit tek Allahu, mëshira e tij. Juristët islame kanë pranuar këtë parim si një nga kushtet themelore të vlefshmërisë së një vakfi. Në traditën juridike islame dietarët kanë dhënë për kufizime të ndryshme për vakfin, të cilat megjithëse dallojnë në formulim, përputhen në thelb. Sipas përkufizimit të përgjithshëm të fikut, vakfi është veçimi dhe ndarja një pasurie nga pronësia e individit për një qëllim të caktuar në mënyrë që frytet e ardhurat e asaj pasurie të përdoren në vazhdimsi për qëllime fetare, shoqërore, arsimore, ekonomike ose bamirëse. Nga pikpamja ekonomike, vakfi duhet jetë i tillë që esenca e pasurisë të ruhet ndërsa të ardhurat e saj të shfrytëzohen në mënyrë të vazhdueshme. Koncepti i njohur tradicionalisht si sadakatul xharie, pra bamirësi që vazhdon edhe pas jetës së themeluesit. Me pak fjalë, vakfi është një akt fetar, juridik dhe shoqëror me funksion afatgjatë që synon përjetësimin e bamirësisë përmes dhurimit të një pasurie për interes të përgjithshëm. Ai shfaq parimet më të larta morale të islamit, mëshirën për kujdesjen dhe solidaritetin, duke i thyer ato në struktura të qëndrueshme që shërbejnë brez pas brezi. Të nderuar zonja dhe zotrinj, duke pasur parasysh këtë qëllim dhe të mirat që sjell kjo vepër, shqiptarët
që nga takimi i tyre i parë me fenë islame, u njohën me praktikat e vakfit dhe gradualisht filluan të zbatojnë ato në jetën e përditshme. Kështu ata mbi bazat vakfi themeluan një sër institucione shfetare, arsimore, kulturore, ekonomike dhe sociale, si xhami, medrese, biblioteka, hamame, besistana, po tregjet mbuluara, pazaret vjetra që kemi quajtur ne, hane, ura, imarate, qedhme të ngjashme. Të gjitha këto institucione të financuar nga pasuria e vakfëve të lëna për këtë qëllim luajnë një rol të rëndësishëm për përhapjen e islamit dhe në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit islam në trevat tona. Vakfi i parë i dokumentuar ndër shqiptar është ai i manastirit që vakëfnoi Sungar Çaushbeu në vitin 1434. Pastaj vakfi i Ishak Beut i themeluar në Shkup në vitin 1444. Vakfi i Suzi Çelebiut në Prizren në vitin 1513. Vakfi i Kuklibegut në Prizren 1538. Vakfi i 5 herë Sadrazemit, Hoxha Sinan Pashës, dhe lista vazhdon me vakfe të personalitetet dhe familjeve të shquara shqiptare, si Bushatlinjëve të Shkodrës, Mahmud Begollëve të Pejës, Kurt Pashajve të Gjakovës, Borgjinollëve të Tiranës, Biçakçinëve të Elbasanit, Derallajve të Tetovës, Ngurzajve të Beratit, Ali Hajdar Begollëve të Kavajës, Rotlajve të Prizrenit, Gjinollajve të Prishtinës dhe shumë të tjerëve që është e pamundur të përmendim të gjithë këtu. Se ku të gjë është e pamundur të përmenden dhe të rënditen edhe të gjitha llojet e vakëve të themeluar në trojet shqiptare, si dhe fushat e shërbimit të tyre, sepse ato përfshin të gjitha aspektet e jetës fetare, po ashtu edhe kulturore, sociale dhe humanitare. Për më tepër, roli i vakfit ka qenë vendimtar në formimin, ndërtimin dhe zhvillimin e shumë lagjeve, kasabave dhe qyteteve shqiptare. Dhe kur jemi këtu duhet thënë se në historinë e urbanizmit islam në trevat shqiptare, vakfi ka qenë një faktor themelor, jo vetëm në aspektin fetar e social, por edhe në procesin e vetë formimit të qendrave urbane. Një numër i konsiderueshëm qytete shqiptare u krijuan ose morën formë të plotë si kasaba orientale pikërisht përmes themelimit vakfeve të mëdha, të cilat nxitën zhvillimin ekonomik, social dhe demografik rreth tyre. Kaçaniku, Gjakova, Korça, Tirana, Kavaja, Elbasani, Peqini, Zenova, Rrugova e tjerë u themeluan plotësisht ose organizuan në formën përfundimtare të tyre si kasaba orientale, pikërisht mbi bazën e vakfit. Prandaj të rralla janë vend banimet tona që të mos ketë të paktën një vakf ose një hajrat. Në vetë bandimet urbane numri i tyre është edhe më i madh. Andaj edhe sot shumë të banime mbajnë ende emra vakfesh, dëshmi e trashëgimisë vakëflënësve të dikurshëm. Megjithatë, numri i vakfeve të mbetura sot është vetëm një pjesë shumë e vogël e atyre që ekzistonin dikur, sepse një pjesë e konsiderueshme e tyre është shkatërruar përgjithmonë si pasojë e faktorëve natyror dhe njerëzor, dhe sidomos në shekulin e kaluar, ku shumë vakfe u shkatëruan, u konfiskuan, u kolonizuan, u nacionalizuan, ose ju ndryshua desensacioni nga ish sistemi okupues komunist ateist në vendin tonë. Duhet të theksojmë se nuk ekziston asnjë institucion fetar që të ketë pasur kaq shumë goditje dhe shkatrime sa vakfi. Kjo ka ndodhur për shkak të sistemeve politike dhe qëndrimeve të tyre ndaj fesë në përgjithësi dhe ndaj islamit në veçanti. Vetëm gjatë luftës fundit në Kosovë, në 1998-99, u shkatruan, u dëgjën ose dëmtuan 218 xhami, mbi 40% e xhamive ekzistuese në atë kohë në Kosovë. Pa përmendur këtu edhe shkatërimin e trashëgimisë tjetër islame me vlera të çmuara historike dhe kulturore, biblioteka, arkiva, dorëshkrime e tjerë. Në Shqipëri, pas vitit 1967, regjimi komunist shkatroi qindra objekte fetare, përfshirë xhami monumentale. Edhe në Maqedoni u shkatruan 10 xhami gjatë regjimit komunist dhe luftës së vitit 2001, ku shkatruan 56 xhami. Në këtë drejtim, Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës ka angazhuar të gjitha forcat e veta për të bërë një rivlerësim të plotë për të riaktualizuar dhe për të rikthyer rolin e vakfit në jetën fetare, kulturore dhe shoqërore të vendit. Organizimi dhe mbajtja e kësaj konferencë janë pjesë e kësaj përpjekje, duke ofruar një hap konkret për të diskutuar dhe reflektuar mbi rëndësinë e këtij institucioni.
Për ta rikthyer rolin e vakfit kemi gjetur mbështetje të vërtetë nga besimtarët dhe popullata jonë. Nuk ka munguar as ndihma dhe gatishmëria dhe institucioneve tona shtetërore, nëse jo gjithmonë e mjaftueshme. Një mbështetje e rëndësishme ka ardhur edhe nga miqtë tanë nga disa shtete kryesisht islame, të cilat nuk kursyen kohën, dijen dhe kontributin e tyre material për ta ndihmuar institucionet e Bashkisë Islame të Kosovës. Ky bashkëpunim dhe solidaritet brenda dhe jashtë vendit tregon qartë se vakfi nuk është vetëm një institucion historik, por një vlerë që mund të bashkojë popujt dhe të frymëzojë veprime të mira. Edhe sot vakfi ndihmon në ruajtjen dhe forcimin e traditës së mirësisë dhe përgjegjësisë shoqërore. Dhe me këtë rast do të veçoja ndihmën nga disa shtete islame, si Arabia Saudite, Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvaiti dhe nga të gjitha vendet e tjera, që i qëndruan Kosovës pranë në ditët më të errëta të historisë sonë. Në kohën e luftës së fundit, kur shumë vakfe shekullore u shkatruan nga kriminalët serbë, vakfe me vlera të pallogaritshme historike, fetare dhe kulturore. Andaj, për ndihmën tuaj në ruajtjen e restaurimit dhe ngritjen e vakfeve të cilat sot qëndrojnë si simboli qëndresës e popullit tonë dhe i lidhjes së pathyeshme me botën islame, ju falenderojmë nga zemra dhe ju shprehim mirënjohjen tonë të thellë dhe të përhershme të gjitha shteteve mike tona, nga se miqësia juaj e sinqertë dhe ndihma juaj në momentet kur kombi ynë kishte më së shumti nevojë. Është dëshmi e solidaritetit që nuk shuhet nga koha. Prandaj, prania juaj sot në këtë konferencë ndërkombëtare të organizuar me përkushtim nga Instituti për Humanitime Islame pranë Bashkisë Islame të Kosovës është një nder i madh për ne. Ajo përfaqëson jo vetëm respektin e ndërsjellë, por dhe konsolidimin e bashkëpunimit tonë të qëndrueshëm në shërbim të vakfit si një institucion i shenjtë, i cili ndërsheku i ka luajtur rol thelbësor në zhvillimin shoqëror, kulturor, fetar dhe historik të shqiptarëve. Të nderuar zonja dhe të rinj. Në përmbyllje të kësaj fjale, edhe një herë konstatoj se institucioni i vakfit ka qenë dhe mbetet faktor kyç në zhvillimin e jetës islame në trojet shqiptare. Duke mbështetur shërbime arsimore, sociale dhe publike, dhe duke ruajtur vlerën e tij edhe sot si një shembull i qëndrueshmërisë, solidaritetit shoqëror dhe bamirësisë që duhet të studiohet, të vlerësohet dhe të rivitalizohet për brezat e ardhshme. Në fund të fjalës sime ju uroj suksese në punimet e kësaj konference shkencore. Jam i bindur se do të dalim edhe më të begatuar në dije dhe frymëzim shpirtëror, duke forcuar lidhjen tonë me trashëgiminë e vakfit dhe vlerat që ai përcjell. Prandaj, edhe sot të bashkuar në këtë tubim, të nderuar, shprehim mirënjohjen tonë të thellë dhe zotimin për të forcuar institucionet, për ta mbrojtur trashëgiminë dhe për të ngritur vakfe që të shërbejnë shoqërisë sonë për brezat e ardhshëm. Wassalamu alaikum.